Chris. Christopher, GB News. Nga GB News. Kryeministër, ju nga mënyra se si folët, thatë sikur nuk do të bëhet një qendër e tillë si ajo me Italinë, pra në Shqipëri. Është e vërtet pra kjo për këtë model që ne dëshirojmë të kemi për ta trajtuar këtë çështje tonën, ndërsa ju kryeministër britanik folët pikërisht për ato vende, përmendet disa vende që ku mund të çoni për përpunimin e rasteve të këtyre personave, si dhe hotelet e migrantëve që ne kemi në Britaninë e Madhe që po boshatisen. You got it right. Po, e kuptuat drejt. Kam qenë shumë i qartë qysh prej ditës së parë kur nisëm këtë proces me Italinë, që kjo ishte një marrëveshje e vetme me Italinë për shkak të marrëdhënies sonë të veçantë, por edhe geographical situation which makes a lot of sense. Fal situatës gjeografike që është mjaft kuptim plot. To be very frank with you, we have been Për të qenë shumë i sinqert by several countries if we were open to it. me ju, na kanë kërkuar një sër vendesh nëse ishim të hapur për një gjë të tillë dhe ju kemi thënë jo, sepse we are loyal to the marriage with Italy. Jemi besnik martesës me Italinë dhe pjesa tjetër është thjesht dashuri. Chris, in relation to your question.